E kupton që kjo është një revolucion i lindur nga të rinjt, nga pankartat që valviten në mbrëmjet përvoluese të Tiranës, një oqean memesh dhe batutash sarkastike, gjua ndërkombëtare e brezit Gen Z dhe Millennials, që përmes imazheve qesharake ose ironike çmitizon pushtetin dhe redukton atë në batuta për Instagram Stories. Është brezi shqiptar i rrjeteve sociale, që nga një plazh në bregdetin e Adriatikut e ka zgjeruar frontin e përplasjes me Edi Ramën në mandatin e tij të tretë qeverisës, duke e sjellë atë në rrugët e kryeqytetit, një brez të rinj të lodhur nga detyrimi për të jetuar në varfëri ose për të emigruar nga nevoja, ndërsa vendi bëhet objekt marrëveshjesh private mes institucioneve dhe oligarkive globale. Një nga arsyet kryesore të protestës që po kontribuon edhe në vazhdimsinë e saj është se tashmë të gjithë në Shqipëri vërejnë një distancë të jashtëzakonshme mes atyre që qeverisin dhe qytetarëve, më shpjegon Gentiola Madhi, analist e Observatorio Balkani e Kaukazo Trans-Europa, me origjinë nga Shqipëria. Një përpjekje për të zbutur situatën erdhi nga Evropa. Më 14 korrik, Shqipëria mbylli diskutimet për 3 nga 33 kapituj të hapur në negociatat për antarësimin e Tiranës në Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë për kapituj që konsiderohen përgjithsisht më pak problematik: shkenca dhe kërkimi 25, arsimi dhe kultura 26 dhe marrëdhëniet ndërkombëtare 30. Megjithatë, ajo që pati rëndësi ishte deklarata e Marta Kos, komisionere evropiane për zgjerimin dhe politikën evropiane të fshinjësisë, e cila gjatë një konferencë për shtyp tha se kryeministri Edi Rama i kishte premtuar Brukselit rishikimin e ligjit për investimet strategjike, që garanton një sër lehtësish dhe procedurash të përshpejtuara për investitorët e huaj që dëshirojnë të investojnë në Shqipëri, veçanërisht në sektorin e turizmit. Kos deklaroi gjithashtu se ky vendim kishte qenë në tryezë prej disa muajsh. Kur lindin lëvizje të tilla nga poshtë, pyetja që shtrohet zakonisht është: po pastaj, kur fjalët të kthehen në veprime, nëse vërtet Rama, pasi kaloi një muaj të tërë duke fyer protestuesit, duke i quajtur budallën dhe çamarrok, madje fjalë për fjalë të shkojnë në çfarë do të ndodh kur do të vi momenti i zgjedhjeve? Këtu hyn në sken propozimi i dytë i protestuesve, një qeveri teknike e ngarkuar të drejtojë vendin për një vit dhe mbi të gjitha të ndryshojë kuadrin institucional të Shqipërisë përmes një ligji të ri zgjedhor, që do të mundsonte edhe partive të vogla të fitonin më lehtë qasje në 140 vendet e parlamentit në Tiranë, një revolucion në një vend të qeverisur prej vitesh nga dy parti gjigante, Partia Socialiste e Edi Ramës dhe Partia Demokratike e Shqipërisë e qendrës së djathtë, një ndryshim që mund të hapte rrugë edhe partive të vogla, të lindura si lëvizje të majta nga baza, për të ulur krah forcave të tjera në parlament. Lëvizja Bashk ka lindur si një lëvizje politike e majtë dhe social-demokrate dhe ekziston që nga viti 2011. Më pas u shndërruam në parti në vitin 2022. Në qendër të programit ton janë taksat për super të pasurit, një shtet i mirëqenies reale që promovon sektorët strategjik, si bujqësia dhe në përgjithësi forcimi i shtetit të së drejtës në mbrojtje të shtresave më të varfra. Më shpjegon Alfred Bushi, kandidati i kësaj force politike. Dhe këta, në Shqipëri, përbëjnë një shumicë të konsiderueshme. Pensionet në veçanti janë ndër më të ultat në Evropë. Duke mos qenë ende antare e Bashkimit Evropian, Shqipëria nuk përfiton nga fondet e kohezionit dhe as nga mekanizmat e kontrollit që do të mund të adresonin paradoksin e tregut imobiliar. Pavarësisht investimeve të mëdha në beton dhe ndërtime, mungojnë banesat me çmime të përballueshme për familjet shqiptare. Një paradoks që mund të shpjegohet vetëm nëse këto ndërtesa në të vërtetë shërbejnë për të fshehur diçka tjetër. Pikërisht në këtë pikë Bushi dhe Madhi bien dakord. Në përgjithësi, sektori i ndërtimit në Shqipëri është një makineri e madhe e pastrimit të parave, ku siç është theksuar edhe nga disa hetime gazetareske, përfshirë emisionin italian Report, kanë rol edhe organizatat e mëdha të krimit të organizuar italian, nga Ndragheta deri te Camorra, hapin në një kantier, marrin financimet dhe më pas, çuditërisht, kantieri falimenton dhe mbyllet pa u vendosur asnjë tull, ndërkohë parat janë përvetësuar, sigurisht kur nga projekti nuk ekziston asgjë tjetër përveç renderit, shpjegon Alfred Bushi, ndërsa Gentiola Madhi, në një intervistë tjetër, vëren, kohët e fundit u promovua libri Albanian Files, i botuar nga një shtëpi botuese në Zyri. Ai përmban 60 kapituj kushtuar veprave arkitekturore në Shqipëri, të projektuara nga poaq arkitekt të njohur ndërkombëtarisht, madje me një parathënie të vetë Edi Ramës. Duhet të ishte një promovim, por pati efektin e kundërt. Problemi është se pas ndërtimit të shumë prej këtyre veprave qëndronin grupe imobiliare oligarkësh, të cilat ndër të tjera zotërojnë edhe disa televizione. Një teknik tjetër sipas saj është shpronësimi i tokave private duke përdorur boshllëqe apo manovra në dokumentacionin kadastral, për t'i shitur më pas si prona publike strategjike, shpesh pa dijenin e pronarëve. Kohët e fundit një investitor shqiptar në SBA përpoqti kalonte një fondi sirian investimesh toka private të paraqitura si pronë shtetërore. U bllokuan 120 milion euro. Banorët nuk dinin asgjë. Një nga arsyet pse skandali i Sazanit përpara se të bëhej viral ishte mbajtur nën kontroll në Shqipëri ishte ekzistenca e një sistemi mediatik të dominuar nga magnat
shtat të ndërtimit dhe oligark të lidhur me institucionet. Dhe ndërkohë mungojnë shërbimet bazë. Rama thotë se po ndërton për përparimin e Shqipërisë, ndërsa nga sheshi i përgjigjen. Po ndërsa ti po e shet vendin në urgjencë mungojnë ilaçet, ankohet Bushi, një slogan që në fakt është përhapur gjerësisht edhe në rrjetet sociale, sidomos pasi Rama gjithnjë edhe më i shkëputur nga kërkesat e vendit. Vendosi të investoj 4 milion euro subvencione shtetërore për organizimin e një koncerti të Kanye West, një vendim që përtej figurës kontroverse të Yi, i akuzuar për antisemitizëm, homofobi, deklarata raciste dhe mbështetje për MAGA, hedh një hije tjetër mbi aftësinë e Ramës për të kuptuar klimën e protestave. Por kush është shteti social shqiptar? Janë ata që marrin avionin ose kanë organizuar udhëtime me makina nga Italia drejt Tiranës për t'u bashkuar protestave. Diaspora, që nga viti 2021 rreth 130.000 persona janë larguar nga Shqipëria, jo vetëm punëtor krau dhe teknik, por edhe akademik, intelektual dhe studiues. Një ikje e trurit drejt mundësive evropiane, që ushqen flakën e pakënaqësisë në rrugët e Tiranës. Më lind natyrshëm pyetja: protestat e të rinjve në Serbi, protestat e të rinjve në Shqipëri, mosvallërinia e Ballkanit mund të shndërrohet në një lëvizje të përbashkët, duke kapërcyer të kaluarën e luftrave etnike dhe gjenocideve në rajon. Në afat të shkurtër nuk besoj se kjo është e mundur. Të rinjtë e Beogradit nuk e kanë përfshirë kurrë në program një rishikim të qëndrimeve serbe për Kosovën. Është një çështje kombëtare shumë e ndjeshme dhe derisa të pranohet se disa gjëra nuk mund të ndryshohen, dyshoj se lëvizjet do të mund të bashkohen, edhe pse ndajnë disa parime. Më korrigjon Madhi. Ndërkohë të paktën deri tani protesta mbetet jo e dhunshme, me përjashtim të disa episodeve sporadike, si përplasjet jashtë stadiumit ku zhvilloi ndeshja Izrael-Shqipëri. Një tjetër zë që qarkullon është se rezorti në Sazan do të shërbente si mbulim për ta kthyer ishullin në një bazë ushtarake amerikane, e cila do të kontrollonte kështu Adriatikun. A është e mundur? Madhi buzëqesh. Nuk besoj se Trump do të përdorte shumë fjalë për të kërkuar ndërtimin e një baze ushtarake. Thjesht do ta kërkonte. Për më tepër, shton ajo. Është e vërtetë që sipas informacioneve që kanë qarkulluar, edhe pse nuk janë konfirmuar kurrë, në Sazan ka bunker, sepse në të kaluarën ishte një bazë ushtarake. Por është po aq e vërtet se ai tashmë ka baza të tjera, edhe më të përshtatshme, si ajo e Kuçovës, 80 kilometra larg Tiranës. Sidoqoftë protestat të tilla nuk janë parë që nga rënja e regjimit, Shqipëria zakonisht përfundon në media në mënyrë sipërfaqësore për përplasje të dhunshme, fatkeqësi natyrore ose çështje të migracionit. Këtë herë ajo është protagoniste e një revolucioni të rinjve, atij brezit të cilit Rama i tha vafsh në djall. Si mund të mos duket i çekuilibruar një kryeministër që reagon kështu, komenton Bushi, që kryeministri ka etiketuar si dembel kafenesh dhe që ka mbushur rrugët në një valë të gjatë protestash të nisur nga një plazh roz me flamingo në brigjet Adriatikut.